harmonizohen nevojat, prioritetet me investimet që kryen. Sepse ju e njini shumë mirë, doktoresha gjithashtu se ka punuar dhe në sistemin publik të shëndetësisë. 3 herë është ndruar urgjenca e Tiranës, nga ajo e bodrumeve skandaloze që ishte atje në katin përdes, u bë një urgjencë në 2009, 2010, 2011, pastaj u bë një urgjencë tjetër, sepse ajo që u bë doli e dështuar. Sa seriozitet ka në... është një element tjetër të menaxhimi i fondeve. Po të marrim të analizojmë, janë bërë një godina të reja, do bëjnë se ti e vend në zhvillim dhe do zhvillosh në mënyrë të përditshme. Marrim spitalin e madh, ku është edhe urgjenca të QSU-s, po që ka dhe është zëvendësuar 6 katëshi i vjetër që kanë qenë me këtë të madhi. Shërbimet e sëmundjet e brendshme dhe janë te ky i madhi. Kemi mjek të infermierët që kanë punuar në vite në QSU-te. Spitali 6 katësh, që ishte me një urgjencë krejt modeste, ka qenë më funksional se ky sot. Sepse është totalisht strukturë jo funksionale. Që të bësh një spital të ri, du të bëjnë kompani dhe du të bëhet arkitektura. Në kuptimin arkitekturor, po thonë. Totalisht. Pse u dogjë urgjenca? Pse u dogjë radiologjia minus nishi? Dhe nuk u mbajt përgjegjësi nga ndërtimi i gabuar dhe nga mungesa e arkitekturës së duhur spitalore. Pse nuk gjenë sot në një kapacitet shumë herë më të madhë se urgjenca e vjetër të 6 katëshi, të ke urgjencë re, i ke pa bokse, i ke pa mundësi të ofrimit shërbimit profesional të mjekut, pra nuk ka asë një lloj intimiteti mes mjekut dhe pacientit, dhe nuk është funksionale urgjenca. E njëjta gjë është për shërbimet që në atë godinë është gjitha sëmundjet e brendshme, kardiologjia, endokrinologjia, nefrologjia, gastrohepatologjia. Pse urgjenca e 2009-2012 që më funksionale se kjo? Ka qenë shumë me vogël, me kapacitete shumë më të vogla, me problematika më të vogla që ndodhin sot këtu. Edhe investimi është 100 fish më i madh, si vlerë para. Tu, ke reja. Te reja. Problemi është ku i kemi quar këto para, sa efektive i kemi,